Dhoma e ndenjës ishte e mbushur me një heshtje të rëndë. Që prej largimit të Edit, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Banorët e ndjenin boshllëkun, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Edi kishte qenë një figurë e qetë, një njeri që shmangte konfliktet dhe përpiqej të mbante ekuilibrin mes banorëve. Dhe pikërisht kjo mungesë po ndiej më shumë se kurrë. Gjeneta qëndronte në këmbë, me shikimin e ngulur drejt Ludos. Syt I kishte të mbushur me nervë dhe zhgënjim. Ishte e qartë që kjo përballje kishte kohë që I zjente brenda. Ti e di shumë mirë pse po ta them këtë, nisi ajo me zë të prerë. Ajo që ndodhi me Edin nuk ishte rastësi. Ludo u mbështet pas divanit, duke u përpjekur të ruante qetësinë, po flet pa prova, tha ai shkurt. Gjeneta bëri një hap përpara. Jo. Po flas për atë që e pam të gjithë. Ti e ke ndikuar Arditin. E ke shtyr të thoshte fjalë që nuk ishin të tija. Fjalë të thëna pas shpine, për të mbuluar gjurmë dhe për të krijuar një narrativ që e dëmtoi Edin. Në dhomë u ndje një lëvizje e lehtë. Disa banor u pan mes tyre. Emri I Arditit e ndezi më shumë situatën. Ludo reagoi, Arditi është I rritur. Askush nuk e mëson çfarë të thotë. Gjeneta I ktheu menjëherë, mos e nënvlerëso inteligjencën tonë. Edi doli, dhe vetëm pas daljes së tij disa njerëz filluan të thonë na erdhi keq. Ku ishit më parë? Pse nuk u fol kur ishte këtu? Ajo ngriti zërin. Edi nuk ishte lojtar I zhurmshëm, nuk bënte intriga. Dhe pikërisht për këtë u bëi rrezikshëm për disa. Ludo u përpoq të ndërhynte, por Gjeneta nuk e la. Ti e di shumë mirë që Edi ishte I pastër në lojë. Dhe kur dikush është I pastër, I prish planet atyre që luajnë në hije. Banorët filluan të murmurisnin. Disa tundnin kokën në shenjë miratimi. Të tjerë qëndronin të heshtur, duke mos dashur të përfshiheshin. Gjeneta vazhdoi, me një ton më të rëndë emocionalisht. Arditi e tha vetë që I erdhi keq për Edin. Por kjo keqardhje erdhi shumë vonë. Sepse fjala që u tha pas kamerave kishte bërë dëmin e vet. Ludo ngriti zërin, ti po më akuzon drejt për drejt. Po, ja ktheu ajo pa hezitim. Po të akuzoj për ndikim, për manipulim dhe për lojë të fshehtë. Nuk po them që ti e nxore Edin vetëm, por ke qenë pjesë e asaj atmosfere që është ju drejt daljes. Një heshtje e gjatë ra mbi dhomë. Arditi, që ndodhej pak më larg, uli kokën. Ishte e qartë që debati e kishte prekur edhe atë. Gjeneta u kthye nga ai. Ardit, unë e di që nuk je njeri I keq. Por ke lejuar që të përdorin. Dhe kjo është ajo që më dhem më shumë. Arditi foli me zë të ulët, më erdhi keq për Edin. Nuk e kam pasur qëllimin. Por Gjeneta e ndërpreu, jo me agresivitet, por me zhgënjim. Qëllimi nuk mjafton kur fjala dëmton. Në këtë lojë, fjala vret më shumë se çdo veprim. Ludo ndërhyri sërish, po e dramatizon. Gjeneta u kthye nga ai, jo. Po e them hapur atë që shumë këtu brenda e mendojnë, por nuk guxojnë ta thonë. Edi ishte një njeri që nuk meritonte të dilte ashtu. Banorët mbetën të heshtur. Disa ndjenin faj. Disa ndjenin frikë se mos ishin pjesë së njëjtës lojë pa e kuptuar. Gjeneta e mbylli përballjen me një ton të fortë, por të kontrolluar. Kjo shtëpi nuk është vetëm për të fituar. Është edhe për të treguar çfarë lloj njerëzish jemi. Dhe ajo që ndodhi me Edin do t'i ndjek disa prej jush deri në fund. Ludo nuk foli më. Debati kishte lënë gjurmë. Jo vetëm mes tij dhe Gjenetës, por në gjithë shtëpinë. Sepse për herë të parë dikush e tha me zë të lartë atë që ishte përfolur në heshtje. Largimi I Edit nuk ishte thjesht një rastësi loje, por pasojë e një klime të krijuar me fjalë, ndikime dhe prapaskena. Në Big Brother, disa dalje harrohen shpejt. Kjo jo. Sepse Edi doli, por debati për mënyrën si doli sapo kishte filluar.